Pas daljes së shkurtës nga Big Brother Kosova, një debat i ashpër që ajo pati me Xhenetën vazhdon të ngjall reagime të forta në publik. Jo për shkak të mendimeve të ndryshme, sepse debati dhe opinioni janë thelbi i këtij formati, por për mënyrën se si u përdor gjuha, sidomos kur argumentet u zëvendësuan me sulme personale dhe trupore, shkurta, duke ju drejtuar Xhenetës. Ish banore e Big Brother Kosova dhe tashmë opinioniste, e reduktoi figurën e saj jo në mendimin që jep, por në pamjen fizike, duke e etiketuar si silikon. Ky moment ishte një nga ato çaste kur publiku kupton se debati ka kaluar kufirin. Kur një grua sulmon një grua tjetër jo për qëndrimin e saj, por për trupin e saj, kjo nuk është më as strategji loje, as mendim, është body shaming i pastër. Reagimi i Xhenetës ishte i drejtpërdrejtë dhe pa doreza. Ajo e ktheu përgjigjen me ironi dhe mllef, duke thënë se si e ka futur askush prej çiftit mendimin dhe se nuk merr opinion prej botoksit e prej silikonit të kësaj. Edhe pse u pas si kundërpërgjigje, edhe kjo fjali e dëshmon se debati kishte zbritur në një nivel ku fyrja bëhet armë dhe jo mendimi. Problemi këtu nuk është kush ka botoks, kush ka silikon apo kush s'ka. Problemi është se në vitin 2025, gratë ende sulmohen për trupin e tyre, edhe kur janë në role publike si opinioniste. Xheneta sot është aty për të dhënë mendim për lojën, për dinamikat, për sjelljet, jo për të gjykuar se çfarë ndërhyrjesh estetike ka apo nuk ka bërë. Nga ana tjetër, dalja e shkurtës nga shtëpia duhet të ishte moment reflektimi. Publiku pret që një ish banore, sidomos pas përvojës në një format kaq të fortë psikologjikisht, të tregoj pjekuri, jo të vazhdoj luftën me etiketime të ulta. Fjalët që thuhen pas daljes peshojnë edhe më shumë, sepse nuk janë më në impresionin e lojës, por janë zgjedhje të vetëdijshme. Big Brother është pasqyrë e shoqërisë sonë. Dhe kur kjo pasqyrë na tregon gra që nënçmojnë njëra tjetrën për pamjen, duhet të ndalemi e të pyesim veten.